Sot jemi të mbytur praktikisht po fundosemi në një oqean informacioni, por a na bën kjo më të mençur? Kjo është pikërisht pyetja thelbësore që shtron filozofi Arthur Schopenhauer, dhe përgjigjja e tij mund të na abi sa. Dhe kjo pyetje, në fakt, godet në zemër një nga besimet tona më të mëdha sot, në epokën digjitale. Ne shpesh mendojmë se sa më shumë akses në të dhënat të kemi, aq më të mençur bëhemi. Por a është vërtet kështu? A mjafton thjesht të kesh informacionin? Dëgjojini këtë deklaratë. Është goxha e fortë, apo jo? Schopenhauer këtu po vën dyshim vetë themelin e asaj që ne e quajmë dije. Ideja e tij është se thjesht grumbullimi i fakteve, pa i menduar, pa i përpunuar vetë, në fakt mund të na bëjë më keq, mund të na dëmtojë aftësinë për të menduar qartë. Mirë, le të futemi më thellë. Për ta kuptuar këtë, Schopenhauer na tregon dy rrugë krejtësisht të ndryshme drejt dijes. Dhe ky është seksioni i parë, informacioni kundrejt depërtimit. Pra, Schopenhauer na paraqet dy personazhe, le të themi. Nga njëra anë kemi njeriun e dijes. Çfarë e motivon atë? Kryesisht gjëra të jashtme, parat, reputacionin. Nga i merr idet, nga librat, nga mendimet e të tjerëve. Dhe rezultati? Shpeshherë konfuzion. E po, nga ana tjetër, kemi mendimtarin. Atë e motivon diçka krejt tjetër. Kërkimi së vërtetës për hir të së vërtetës. Burimi i tij nuk janë librat, por përvoja e drejtpërdrejtë e botës. Dhe rezultati final? Sovraniteti plot mbi mendjen e vet. Mirë pra, nëse thjesht mbledhja e informacionit nuk na bën të mençur, atëherë çfarë është kjo dije e rreme? Për ta shpjeguar këtë, Schopenhauer përdor dy metafora të jashtëzakonshme, vërtet të fuqishme, për të na treguar se si duket kjo dije e huazuar. E para quhet parukja intelektuale. Imagjinojeni pak, çfarë bën një parukje? Mbulon një kokë tullace me flokë të rrem. E po, Schopenhauer thotë se erudicioni i tepërt bën të njëjtën gjë për mendjen. Mbulon një mendje pa mendime origjinale me një tufë idesh të huazuara. Nga larg mund të duket mbreslënse, por nuk ka jetë aty brenda, nuk është e vërtetë. Dhe problemi nuk mbaron me kaq. Përkundrazi, këto ide të huazuara, tamam si flokët e parukes, nuk kanë rrënjë. Do me thënë, nuk janë të lidhura me mënyrën se si mendon një person. Nuk i rin tamam, sepse i përkasin mendjes së dikujt tjetër. Dhe çfarë ndodh kur harxhohen? Duhet të dalësh të kërkosh të tjera, ndërsa mendimet origjinale, ato të tuat, ripërtërihen vetë vazhdimisht nga burimi i gjallë i përvojës. Tani, metafora e dytë është po aq e goditur. Një mendje mbushur vetëm me fakte të mbledhura, thot ai, është si një muze bimësh të thara. E dini, një herbarium. Përfytyroni një koleksion bimësh që dikur ishin të gjalla, plot ngjyra, por tani janë thjesht ekzemplar të shtypur, statik, të konservuar dhe të vdekur. Në anën tjetër, mendja e një mendimtari të vërtet është si vetë natyra e gjallë, gjithmonë e freskët, e re, gjithmonë në lëvizje dhe duke u ripërtërir. Kjo është thelbësore për ta kuptuar. Dija nuk është një koleksion sendesh të vdekura, është një proces dinamik, plot jetë. Pyetja e madhe është, apo e ruajmë thjesht dijen në një depo, apo po e asimilojmë atë, po e bëjmë pjesë të gjakut ton, pjesë të qenies son? Okej, e kuptuam problemin. Po nga vjen gjithë ky keq kuptim? Schopenhauer gjen rrënjën e problemit te mënyra se si mësojmë, të cilën ai e quan edukimi artificial. Le të shohim se çfarë do të thotë kjo. Ai thotë se sistemi ynë arsimor shpeshherë e përmbys krejtësisht rendin natyror të mësuarit, e përshkruan si një fëmijë që lind me këmbë përpara, diçka krejtësisht e gabuar. Çfarë ndodh? Kokat tona mbushen plot e përplot me koncepte abstrakte, me teori, me fjalë, përpara se ne të kemi patur ndonjë përvojë të vërtet, reale, të botës, ku t'i mbështesim këto ide. Dhe këtu shihet dallimi thelbësor. Rruga natyrale, ajo e duhura, fillon me perceptimin e botës. Së pari shohim, prekim, përjetojmë, dhe pastaj nga kjo përvojë lindin konceptet. Kjo çon në gjykim të qartë. Ndërsa rruga artificiale e bën të kundërdhën. Fillon me koncepte të gatshme, të marra nga librat, dhe pastaj krijon njerëz që përpiqen me çdo kusht ta fusin realitetin në kutitë e këtyre ideve të paracaktuara. Dhe ky zakon bëhet shumë i rrezikshëm. Leximi shndërrohet në një pateric. Në vend që mendja të ushtrohet dhe të forcohet, ajo thjesht mbështetet te mendimet e të tjerëve. Schopenhauer e krahason me një sus që mbahet gjithmonë e shtypur,
Me kalimin e kohës, ajo e humbet elasticitetin, aftësinë për t'u kthyer në formën e saj. Mirë, mjaft me diagnostikimin e problemit. Tani vjen pjesa më e rëndësishme, zgjidhja. Le të flasim për artin e të menduarit, sipas Schopenhauer. Dhe kjo fjali e përmbledh në mënyrë perfekte. E vërteta që thjesht e ke mësuar përmendësh, thot ai, është si një gjymtyrë artificiale, një protezë. Por e vërteta që e ke zbuluar duke menduar vet, ajo është si një gjymtyrë e vërtet natyrale, vetëm ajo të përket ty me të vërtet. Ky është ndryshimi mes të zotruarit të diçkaje dhe thjesht marrjes hua. Po si arrihet kjo në praktik? E po, Schopenhauer na jep një proces me 3 hapa të qartë. Hapi i parë, jepi përparësi përvojës së drejtë për drejtë të jetuarit të gjyrave. Hapi i dytë, përtype, bluaje mirë ato që ke përjetuar, mendoje thellë, gjatë dhe në mënyrë të përsëritur. Mos u nxitu. Dhe hapi i tretë, integroje. Lidh çdo të vërtetë të re me gjithçka tjetër që tashmë di, duke ndërtuar kështu një sistem mendimi tëndin koherent dhe organik. Tani, të jemi të qartë, ky nuk është një sulm kundër leximit në vetvete, absolutisht jo. Është një argument kundër leximit pa mend, pasiv. Leximi është një mjet fantastik, por duhet përdorur në mënyrë strategjike. Kur burimi i ideve tona ka shtjeruar për një moment, e përdorim për të ndezur motorin e mendimit ton, jo për ta zëvendësuar atë plotësisht. Edhe kjo na sjell në pikën kulmore, te metaforën e fundit dhe më e fuqishme. Bëhet fjalë për vendin ton në mbretërinë e ideve, për atë që Schopenhauer e quan froni intelektual. Sipas tij, në këtë mbretëri të ideve ka vetëm 2 role që mund të luajmë, nuk ka rrogë të mesme, ose je ndjekës ose je udhëheqës. Pra, ja ku është zgjedhja. Nga njëra anë mund të jesh subjekti, pra në shtetasi, një ndjekës pasiv që thjesht u bindet në heshtje autoriteteve, paragjykimeve, opinioneve të tjerëve, pa i vënë kurrë në dyshim. Ose mund të jesh monarku, sovrani i mbretërisë tënde mendore, një person gjykimet e të cilit burojnë nga fuqia dhe autoriteti i përvojës së vetë drejt për drejt. Dhe kështu, e gjithë kjo analizë e thellë e Schopenhauerit na lë me një pyetje të fundit, një pyetje therrse që ja vlen t'ja bëjmë vetes, a janë mendimet që kemi në kokë vërtet tonat, apo thjesht mbajmë veshur një paruke intelektuale shumë të bukur?